Kevin De Bruyne gjithmonë dhe më afër skuadrës së Napolit. Skuadra e Napoli, sipas disa gazeta, sipas disa lajme, ka përnotuar që tash vizitat mjekësore për mesfushiorin belg. Vizitat mjekësore që pritën të jenë mbas datës 10 qershor, duke parë dhe impenjimet e Kevin De Bruyne me Belgjikën në National League, siç kemi edhe Shqipërinë me Serbinë. Gjithsesi, mbas datës 10 qershor 2025 pritet vizitat mjekësore të Kevin De Bruyne dhe gjithashtu dhe firma me skuadrën e Napolit. Mbasi ka firmosur me Napoli, është i lirë për të bërë pushimet verore. Për sa i përket Kevin De Bruyne, mesfushori belg do marrë një kontratë 2 vjeçare me të drejtë të rinovimi dhe një vit të tretë. Në total në 2 vitet e parë do përfitojë 10 milion euro, mund të arrijë deri në 15 milion euro për vitin e tretë nëse rinovon, nëse rrin 3 vjet ke Napoli. Në vitin e parë Kevin De Bruyne do marrë 6 milion euro neto në sezon dhe në vitin e dytë do marrë 4 milion euro neto në sezon. Këtu shton dhe bonusën për sa i përket Champions League-s dhe objektivat e Napolit. Me këtë transferim Napoli përmirëson akoma fazën e mesfushës. Kemi një Napoli me Kevin De Bruyne nga ana tjetër. McTominay bëhet një nga dyshet besoj më të forta në Serie A. Komentoni mendimin tuaj si e shihni dyshën McTominay dhe Kevin De Bruyne. Por me këtë lloj kontrate, me këtë lloj pagese, Kevin De Bruyne bëhet lojtari më i paguar te skuadra e Napolit. Komentoni mendimin tuaj si e shikoni Napoli me De Bruyne. De Bruyne mund të bëjë mirë me skuadrën e Napoli, me kampionët e Italisë, apo jo? Leni komentin tuaj, bëni follow faqen dhe shpërndajeni sa më shumë.